Arbër, kush do doje ti të fiton të Big Brotherin? Pyetjen që ti ja bën të gjithëve, tani po ta bën. E merr di radha, ha? Tani, unë mendoj që për të gjithë rrugëtimin brenda shtëpisë, për durimin, për dashurinë, për qytetarin e treguar, unë duaj që këtë Big Brother ta fitoj rinia. Që do të thotë duaj që ta fitoj Selin ose Mateo. Selin ose Mateo. Monika, kush do doje ti? Unë do t'i vazhdoj t'i qëndroj mendimit tim, pavarësisht që për mua ata të katërt janë fitues. Për mua nuk ka rëndësi fare trofeu. Pse e them nuk ka rëndësi trofeu? Ne njohëm një Selin, një luftëtare 23 vjeçare, e pa epur, e cila me aq pak armë që kishte, dha një sfidë. Me gabimet e veta, s'ka rëndësi, do mësojnë nga gabimet kur dali. Njohëm një Mateo, që nuk e dinim se si ishte, pra, po themi në aspektin me problemet e veta. Kush e fiton? Rogerti dram, por Rogerti solli loj. Njeri dhe vetëm njeri. Kush e fiton këtë Big Brother, do e mësojmë dal nga dal. Publicitet, qëndroni këtu.